Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës së Luani, do bëjmë një mesazh për ju. Dhe kemi Meduza të dashur. Mesazhi juaj është: lejo dritën tënde të ndriçoj. E çfarë do të thotë kjo? Luan, kjo letër të kujton kush je në thelb. Drita, prania dhe energjia që ndriçon të tjerët. Por duket se kohën e fundit mund të jesh përpjekur të përshtatesh me rrethana apo njerëz që e kanë zbehur këtë shkëlqim tëndin natyral. Të dashur, nuk jeni krijuar, ta them kështu, nuk jeni krijuar për të humbur në turmë. Jeni krijuar për të udhëhequr, për të inspiruar dhe për të jetuar me pasion. Dhe kjo letër të thotë, ndalose krahasuari me të tjerët, nuk ke nevojë të ndryshosh për të pëlqyer dikë ose për të pranuar. Thjesht riktheu tek ajo që të bën ti. Energjia, ngrohtësia, zemra e madhe dhe karizma që lind natyrshëm kur jeni autentik, të dashur. Mos e zbeh pra jetën apo dritën tënde nga frika e xhelozisë apo gjykimit. Jo të gjithë do ta kuptojnë shkëlqimin tënd, por ata që janë për ty do ta ndjejnë e jo ta masin. Luan, kjo periudhë është një ftesë për të rikthyer guximin e mbrëmshëm dhe për të ecur me kokën lart. Kur je vetvetja, gjithçka që kërkon fillon të rrotullohet rreth teje. Fjalët që duhet i mbani mend: kur e pranoj kush jam, drita ime ndriçon edhe për të tjerët. Të dashur Luan.